me dal një lider i ri, një Trump që se vetë kërkon hiç, edhe i krisur pak, që e bën diçka për këtë vend. A keni ti drejtor që shkolla nuk i bën punë, nuk funksionon, nuk kryen punë, nuk zhvillon fëmia që e ka humbur punën. Veç kur prishesh me kryetarin e komunës, se për kështu 100 vjet rënë aty. Domethënë nuk ka llogaridhënie. Pik. Këtu s'ki çka e gjatë. Vendi kur 30.000 njerëz janë sistemin parauniversitar në Kosovë, ma shumë. E kur kush të hu punën për 20 vjet, po veç për keq përdorime, abuzime, ngacmime të fëmijëve çdo ka 50 në vit me nxjerr. Mirë. E dyta, do të bëhet prioritet. A duhet më bë duhet. A do të bëhet unë hiç pesha. Pse? Pse nuk pesha? Ti apo e sheh që këta njerëz nuk lodhen për popullin, për njerëz, na kanë humb vjet 10% të popullatës sipas Bankës Botërore. Këta halas din me formu një qeveri, halas din me hunxë, alarm është, kjo është na jemi të humb bazën biologjike, fizike të popullit. Këta nuk munden më ul me thon ku na shkoi populli, çka ka me na vyft neve, dëgjoj 10%, na jemi unë uroj që t'jem gabim, e t'jem të dhana të gabushme. Por, edhe po t'jem të 150.000, 60.000 njerëz janë. Po edhe t'jem të gabushme, hajtë t'i marrim dhanat e entit statistika. 25 din 40.000 vit njerëz na kanë hupër në vit, por me shku me marrë me viza punë në Gjermania nej. Ne kemi gjakderdje, hemoragji të popullatës, si shtet. Ne ja u kem kalu rajonit, për me të i hup njerëzit. Ne s'kemi në Kosovë nuk ka tjetër pos njerëz. Çka e në të bën qeveria? Beson, as njoni prej tyne as janë gatshëm me fol me njoni tjetër me bën një qeveri për këtë popull. Qysh me mendun a e ka përparësia i arsimin? S'lodhen. Jam shumë pesimist. Prandaj, unë nuk shoh tjetër dy zgjidhje. Me dal një lider i ri, një Trump që se vetë kërkon hiç, edhe i krisur pak, që e bën diçka për këtë vend, ose në Itali ka qenë një kohë, një 20 vjet, kur qeveria, s'ka pas qeveri 50 dit, 100 dit, bike qeveria, po shteti ekonomia ecke. Do me thënë, edhe pak, nëse vazhdojnë kështu, populli e shet që qeveria qenë ka pa rëndësishme, të bëjmë na diçka për veti. Inshallah, jo të dalë prej shtetit, po të munu me bën diçka qëtu. Jam pesimist, jam shumë. Me këta njerëz, me këta çorra, falë që po jam kaq drejt për drejt, që nuk e din që 6 muaj ditë edhe 6 muaj tjera kanë me negociu, jo, as negociojnë. Çka me prit prej tyne? Çka me prit prej njerëzve që hinë politikë, e marrin pushtetin, hinë në ministri, s'ka lidhje me atë ministri. Nuk